Ne jemi shoqëri primitive akoma. Pavarësisht se jemi të veshur me firmatë. Jemi shoqëri primitive, ne akoma i rrahim fëmijët, ne akoma i përbuzim të doptit, pavarësisht se bëhemi kështu që na vjen natë kur na shajnë të huaj. Ne jemi shoqëri primitive, ne kemi mbyllur shkollat, ne nuk respektojmë mësuesit nuk respektojnë veten. Ne i kemi kinema të mbyllur, ne i kemi teatro të mbyllur, ne nuk kemi më biblioteka as gjikundi. Ë? Të gjitha këto reflektohen në nivelin e shoqërisë. Në qoftë se vinë dhe t'i marrin gjërat me dhunë, ky është pushtim. Erdhi Enver Hoxha, i mori gjërat me dhunë. Dhe në qoftë se njëna, tash si kthejmë këtej. Kjo është e vërtetë. Që ka qitë ato sipër dhe ato poshtë, shkon në kinema, është në prime time. Sepse këto do populli ynë. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe sot në këtë të mërkurën, do të jemi së bashku për të ndarë një episod special si gjithë të tjerët, me informacione të reja, me biseda besoj edukative, një shëllim i përbashkët i yni, imi dhe i kolegu tim Egon Loli, që është si gjithmonë përballë meje. Përshëndetje koleg. Përshëndetje Viola, përshëndetje dashur miq, dëgjuesi që po ta ndiqni nga Radio Sol 89.0 FM nga makina, se po ktheheni nga puna tani, ju të tjerët që na ndiqni nga YouTube-i, dhe ju që na ndiqni nga Spotify duke ecur rrugës me kufjet në vesh, bëni kujdes. Unë ju përshëndes të gjithëve dhe uroj që të jeni sa më mirë. Pas e di që është bërë më e rrezikshme tani të ecësh me kufja në rrugë. Po, e vërtetë është, prandaj thashë unë duhet bëni kujdes. Pas disa puntatash që kemi eksploruar dimensione të ndryshme të artit, edhe të shprehurit, siç është gjua shqipe apo piktura apo stand-upi, komedia, do të rikthehemi tek zemra jon, tek kinematografia, te filmi, sërish Tabea. Sërish aty, dhe në fakt me një nga ata regjizorë që besoj e përfaqëson më së miri brezin e madh të regjizorëve në Shqipëri. Kënaqësia jon është kemi në studion e Kinotekës Edmond Topin. Përshëndetje, shumë faleminderit që na i bashkuar. Faleminderit shumë për ftesën. Më vjen mirë që më fusti në radhën e atyre regjisorëve të mëdhej. E vërteta është që nuk kam derin ti përkas tamam atyre. Unë jam, siç i themi ne, brezi i ndërmjetëm. Unë jam mbas asaj radhe regjisorësh të mëdhej, për fatin ton të keq në kohën që ne u bëm gati të vraponin, domethënë u pri stadiumi, u mbyllën kinemat, kështu që unë dhe brezi im përjetojmë këto vështirësi që ka filmi, kinemaja, industria e tij pothuajse inekzistente në Shqipëri, por shpresoj që ama zemra ka rrahur fort për filmin gjithmonë. Zemra ka rrahur gjithmonë për filmin, kjo është e vërtet. Unë nuk e mbaj mend që kur, domethënë, po me siguri i kalon 40 e sa vjetët, që kur ka rrahur për herë të parë për filmin, është sot 46 ose 7 vjet. Unë nuk kam qenë i apasionuar pas filmit si aktor, si regjisor jo. Madje kam bërë një luftë, nëse mund të filluam. Po. Edhe e fillua mirë. Se unë kështu e kam edhe kur filloj. Kur më ngacmon për kinemanin nxjerr të tëra. Madje mua më pëlqeu shumë se çfarë përpara se të filloni me bisedën, në një bisedë paraprake, e quajte shumë bukur. Unë jam dashnor i kinemas, dashnor i filmit. Pëlqeu shumë mënyra se si e përshkrove. Unë në fakt konotacioni i fjalës dashnor mbase nuk është tamam, do të thosha i dashuruar në këtë kështu. Po e vërteta është që unë jam një dashnor i kinemas, kam filluar shumë herët. Kam filluar disi rastësisht, duhet të them. Unë kam qenë në akademi, studioja aktrim. Unë kam filluar aktrimin diku në këto zonat ku jeni ju, sepse unë jam i gjimnazit Partizani dhe këtu e kam filluar dhe në 8 vjeçar dhe në gjimnaz, do thonë merresha me teatr, kisha studiuar në këto krimtaria popullore quhej, kisha studiuar regji teatri për trupa amatore, edhe punoja regjisor edhe te në shkollë dhe shkolla të tjera dhe ndërmarrje. Kështu që isha i namuruar mas teatrit në atë kohë dhe aktrimit. Isha në akademi kur më zgjodhen për të xhiruar filmin si aktor. Ishte një
eksperiencë e jashtëzakonshme, ishte një eksperiencë shumë e mirë e aktrimit dhe unë shpresoja të vazhdoja. Në vitin e dytë madje ne u ndam në regji dhe në aktrim dhe unë kam bërë një luftë të jashtëzakonshme, domethënë atëherë në ato kushte që të mos kaloja në regji, të mos kaloja në regji, për të rrija si aktor dhe ndoja si aktor. Pastaj fati Po pse? Po se nuk e njihja regjin si Të trëmta. nuk e regjin si gjini, si gjetje, si Apo thjesht Nuk e kisha parë këtë doje edhe mrekullim. të ishe i dukshëm në atë kohë. nuk e dija që, domethënë unë e kisha shijuar këtë të qenurit kështu aktor, e ke parasysh sidomos në atë Në kohë ato që vite, vetëm se ne tani Tani janë bërë gjithë, po tash jemi si sheshi omoni, jemi ai që themi, po. Në atë kohë ishte ndryshe dhe natyrisht ti e shijoja këtë. Po nuk besoj se ishte vetëm kjo ana e jashtme të njohurit. Aktrimi mua më rrinte në një farë mënyrë në gjak, e desha shumë dhe shpresoja që aty do vazhdoja. Pastaj Ke pas ndonjë lidhje me aktrimin përpara se të shkoje në akademi, diçka nga familja ose ndonjë pasion, vokacion i lindur, nuk e di. Unë e kam filluar, unë nuk e di se nga e kam. Imat ka dashur të bëhesh artist. Koha ishte atëherë çmendur, unë filmin tim të parë ja kam kushtuar pikërisht Timeti dhe Brezit që koha e çmendur ja prishë. Imat ka dashur të bëhet artist. Diçka me muzikën ose valltar ose kështu kërcimtar, diçka e këtillë ka qenë dhe pastaj dikur duhet këtë lindur te unë pasioni që unë nuk e di, duhet kem qenë 7, 8, 9 vjet në këto teatrot e shkollave, po mbaj mend që atëherë kam filluar në klasë 2 ose 3, kam filluar luajt me këto trupat amatore të shkollës që fëmijë. Pastaj erdha në gjimnaz dhe në gjimnaz u forcua kjo. Kam pasur një shtys, është e vërtetë, unë kam pasur në atë kohë 2, sot e themi mentor. Xhaxhaimi, i cili ishte piktor, dhe Daja, domethënë nga vllai nënës, i cili ishte në fakt inxhinier, po ishte njeriu më i apasionuar pas letërsisë dhe pas arteve që kam njohur. Kishte një bibliotekë shumë të madhe, me të cilën unë u rrita, domethënë ai Josha më ka ushqyer me letërsinë. Qoftë atë të lejuarën, qoftë atë të palejuarën, sepse ai kishte edhe nga këto. Vajmën Decameronin e kam lexuar, kam qenë fëmijë, që kishte Të Bukaqos. kam lexuar. Dhe besoj këta të dy kanë qenë shtysa për të marrë me teatr deri në momentin që të dy filluan të më frenonin sepse rash në mënyrë drastike nga mësimet, sepse merresha me teatr dhe lexoja. Edhe pastaj u bë një problem shumë i madh në familje. Bëhet fjalë për gjimnazin, gjithmonë. Gjithmonë për vitet e para të gjimnazit bëhet këtu. Komshi me ju. Po, ti gjimnazit. Tani si e sheh pra këtë pjesën e të përqendruarit në një gjë që ti e ke qejf edhe të biesh nga mësimet. Mua nuk më duket problem i madh, për shembull. Unë mendoj që njeriu duhet bëj atë që do, edhe të përkushtohet dhe ta bëj mirë, nuk ka nevojë të jetë i mirë edhe matematik. Ne i ushtrojmë një presion fëmijëve edhe ditëve të sotme që ti duhet të jesh perfekt, ti duhet të jesh më i miri i klasës, duhet bësh namin, ta nxjerrësh gjithë ato deftesën me tjeta. Po mua nuk më duket problem, nuk e di si e sheh ti duke qenë se ke kaluar vetë si situatë. Kur të keni fëmijë do ta kuptoni. Në vitin 2026 është shumë kollaj ta thuash këtë. Unë e kam thënë shumë vite përpara te vajzat, por në kohën tonë kjo ishte e pamundur. Domethënë ti duheshe në mënyrë absolute të kishe nota të mira për të shkuar në shkollë të lartë. Nëse nuk shkoje në shkollë të lartë, ti ishe i dështuar. Ne nuk i kishim këto mundësira që ka sot, njëri mëson IT-n, tjetër bëhet artist, një tjetër bën një. Ne këto mundësira nuk i kishim, pra duhet shkoje patjetër në shkollë të lartë. Ëndra e prindërve tanë dhe për fat mira për të keq edhe imja dhe e brezit tim ishte që të shkonin në shkollë të lartë. Nëse më thua mua sot që çka ke bërë më të mirë, kam bërë atë që i ka jashtë dhe vajzat shkuan dhe studiuan në shkollë të lartë. Unë e mendoj kështu. Nëse ato e mendojnë kështu nuk e di. Brezi i ri natyrisht e mendon pak më ndryshe, është e relativizuar, unë e pranoj në mënyrë absolute këtë lloj relativizimi. Shkolla e lartë nuk të jep më sigurinë në jetë, siç ta jepte në atë kohë. Bota ka ndryshuar, bota është bërë shumë më tepër globale, është bërë shumë më fleksibël në mundësirat që të jep dhe në ato që kërkon nga ty. Okej. E pranoj si përgjigje me justifikimin nga pas që nuk kam akoma fëmijë, kështu që nuk arrito ta kuptoj kaq afër situatën. Po gjithsesi ajo çfarë mua më vjen keq është kur kam parë edhe po themi
vajza e djem që kanë qenë në të njëjtin auditor me mua dhe nuk e provuan kurrë gazetarin, apo ashtu sikurse ka shumë djem dhe vajza që kanë dalë nga artet edhe nuk e kanë provuar kurrë të jenë në sken apo në shoqërim, qoftë edhe një ditë. Kjo ka një ndryshim të drejtën, sepse në qoftë se nuk e kanë provuar gazetarin, kjo më çudit pak. Ne kemi sot shumë më tepër televizione se që kishim në atë kohë aparate televiziv. Pra kemi një inflacion të medianeve, të mediumeve elektronik, që do thotë që ka vend për shumë. Pastaj nëse kuantiteti të çon gjithmonë në kualitet, kjo është një pyetje tjetër. Unë besoj që ne kjo na mungon, ndërsa te aktorët është një tjetër. Ne jemi një vend që në kryeqytet nuk kemi teatr, kemi ja 2 salla që nuk janë teatr. Në rrethet kryesore kemi 2 apo 3, domethënë Shkodra, Fieri, që ka një tru fare të vogël, Shkodra, Fieri, Korça, Gjirokastra ka një të vogël. Ne nuk kemi. Okej, se dia për Gjirokastra se dia. Ka dhe Gjirokastra një. Ne nuk kemi kinema në asnjë qytet tjetër përveç Tiranës, që ka një 2 kinema që nuk janë, domethënë. Kurse kur kemi ndonjë premier filmi për ndonjë qytet tjetër, sajohemi me çka aty në sallë. Unë e bëra këtë, domethënë përgjithsisht unë hy te regjisorët që janë të orientuar nga publiku, jo nga publiku masiv, xhalot si këto filmat e fundit që shohin. Unë jam i orientuar tek publiku, po i them unë tash i serioz, i orientuar ndaj emocioneve, ndaj dramaturgjisë, ndaj mesazheve që jep kinemaja, letërsia, libri, muzika e tjerë. Nuk jam domethënë jam i kualitetit të spektatorëve. Dhe për këtë arsye kam tentuar që edhe filmin tim të parë dhe këtë të dytin e kam çuar në qytete ku nuk ka kinema. Nuk ka kinema, ama duke njohur tematikën për cilën ju flisni aty, mendoj që sa përshtatet në ato qytete nuk përshtatet në Tiranë. Se di ta krahasoj me Tiranën, po në ato qytete përshtatet vërtet. Nuk do ta harroj në Memaliaj. Në Memaliaj ishte salla plot dhe kishte ardhur një burr rreth 1 orë përpara. Unë mendova që ai unë kisha shkuar bashkë me një nga aktorët me Dimalkajn, kisha shkuar në Memaliaj për nder të tij sa ai vjen që andej. Edhe tek rrinin këtu duke pritur orarin pam një burr të veshur si në kohën tonë kështu me gravatë i kuruar. Edhe kishte hyri shumë përpara, mendova që ka ngatruar orarin edhe dikur erdhi orari mbush. Mbas shfaqjes së filmit, grupi që kishte organizuar na ftoi për një kafe dhe njëri nga ata djem që më duket të punonte në bashkia më tha, filloi të tregonte për teatrin dhe unë nuk kujtova, mos është një burr, po tha ai është i madh. Ai tha ka shkuar 1 orë përpara në kinema. Dhe unë i thash po pse? Ngatroi? Jo tha. Në Memalije kishte 35 vjet. Memalije është në Shqipëri dhe Shqipëria në Europë, gjeografikisht, pa u shfaqur film. 35 vjet. Dhe ai burri nga dëshira për të parë film kishte shkuar 1 orë përpara në kinema. Ai tha nuk i rrihesh në shtëpi, bënte xhiro dhe pastaj shkoi në kinema dhe kishte shkuar 1 orë përpara. Dhimbje. Kishte shkuar për Mehdi Malkajin apo për filmin? Për të parë filmin. Unë besoj që kishte shkuar për të parë filmin. Ai kishte mall për kineman, jo për Medion. Për Medion natyrisht aty pëlqeu etj. Po ai kishte mall për kineman. Nga ajo çfarë Edmondi tregon, pra që edhe ishte kuruar, kishte vendosur kollar, kishte marrë ndoshta kostumin më të mirë nga garderoba. Po çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë? Sepse jemi mësuar ndoshta me dukuritë e filmave që shfaqen vitet e fundit për të thënë që më publiku këto do, e kupton? Këto gjëra do. E vërtet. Po unë të pyeta për të kuptuar nëse publiku do dhe dramaturgjinë. Natyrisht që publiku do dhe dramaturgjinë, po unë shoh një problem. Publiku ynë është çmësuar të shkojë në kinema. Në kinema do thotë të shijoj filmin. Ti thua sot njerëzve që ka dalë filmi, thonë mase sot filmat shihen në kompjuter ose në telefon. Që të mos e harroj, po i bëj një ndërhyrje e kësaj, edhe do t'i kthehem përsëri asaj tuajs. Erdhi për të para ca kohësh një shefi i kulturës Pekinit në Shqipëri për të bërë një aktivitet, edhe midis emrave që i kishin dalë, kishte dalë dhe emrim dhe takoi për shkak të festivalit kinez. Është bënte një javë filmi, edhe erdhi më takoi. Dhe në bisedat që bënë, filloi të më tregonte për kinën.
unë për fat të keq, për fat të mirë timin nuk I kisha ato paragjykime që kisha pasur dikur për kinën, ndërkohë e kisha njohur, edhe rria dëgjoja. Edhe ai më tregon që në kinë, përveç se janë ndërtuar 35.000 kinema, po kina është e madhe. Ajo që ishte për të vlerësuar, për mua përshtypje ishte që rinia sot në kinë e ka kineman in. Pra rinia I krenohet njëri tjetrit me filmin që ka parë. Unë kam parë këtë film, ti ke parë rinia. Dhe çdo familje kineze minimalisht një herë në javë shkon në kinema. Dhe unë e pyeta, po ju nuk keni smartphone në kinë? Kanë dhe I kanë të fundit fare, Biles. Qeshje. Po se keni ju këtë pranë, ndërkohë që kujto që ti thua ashtu thotë, ama se e shoh në telefon. Vërteta është që kinemaja rëndësishme është si medium, edhe nëse e shohin në telefon apo nuk ka ne problem. Si medium është I rëndësishëm dhe të shijuarit në kinema, në ekran, është një gjë tjetër, sepse është një kënaqësi kolektive që ti e ndan me gjë tjetër, ajo është e krijon ndjenjën e kolektivitetit, të familjes që shijon gjë të bukur, të emocioneve që ndahen me njëri tjetrin, të mesazheve që I marrim të gjithë bashkë dhe pastaj dikush I përpunon për mirë, dikush për keq. Do duhet të kishte kinema në qendër urbane në kryeqytetin ton këtu brenda të aksesueshme edhe nga ata që s'kan makina për të shkuar deri në qendra tregtare ku janë kinemat aktuale, edhe për pensionistët, edhe për fëmijët. Në mënyrë absolute, ky është një dështim shumë I madh I shoqërisë tonë. Ne flasim për këto historira të futjes MBE e kështu gjërash. Jemi me ditë larg, do të thonë mbase e keni parë, unë disa vite kam bërë gazetari, kryesisht gazetari politike, por kam qenë korespondent në Gjermani dhe mbuloja shumë kohë Brukselin dhe Strasburgën, pastaj kam qenë një vit e gjysmë në Bruksel me punë, po për këto probleme dhe jam njohur në atë kohë me politikat. Politikat kulturore janë bazike për pranimin, po themi ne kot tash I flasim për pranimin në BE-s e kështu. Po për hyrjen në një familje tjetër, BE nuk ka rëndësi. Kinemaja në botë është shumë e përhapur. Bota ka maksimumi është 35.000 banor për kinema. Ka që kanë me 15.000 banor. Pra, mendoni se sa kinema, mendoni se me 35.000 banor, sa kinema duhet kishte Tirana? Do të thotë që duhet kishte 30 kinema. 30 kinema. Ashtu. Tirana ka një kinema në qendër, ishte një merit, një iniciative atëherë, do thonë, mu me zim dalim fjalë të mira për shtetin, po vërteta kështu është që ishte një iniciative e dramas në atë kohë që ishte ministër që hapi mileniumin. Ideja e tij ishte për të hapur dhe disa të tjera, unë e kam njohur atë në atë kohë dhe optika e tij për kineman ishte çuditërisht më e saktë që ishte. Pastaj hyn gjërat të tjera në mes, lëvizin prioritetet edhe Kam përshtypjen s'ka të bëj vetëm me faktin që nuk kemi kinema mjaftueshëm sa për të plotësuar nevojën e publikut, por edhe me filmat që shfaqim kinema. Në ato që kemi. Jo, padyshim, shikoni, ka një kështu, tash ti më nxorrët te ajo që un kam aty ku të vlon shpirti. Te politikat e filmit. Por duhet të pranojmë një gjë. Ne kemi politika të gabuara. Kemi pasur, sepse besoj që ky menaxhmenti I ri ka një optik tjetër. Djali që është tash kryetari I qendrës, po edhe ministri besoj që ka një optik tjetër, në optikën në shikimin tim të saktë. Por deri tani ne kemi bërë politika të gabuara kinematografike. Ne nuk e kemi pasur në refene, thot populli. Ne nuk e kemi pasur në qendër të vëmendjes spektatorit. Pra nuk kemi prodhuar për spektator. Ne kemi prodhuar për festivale. Kjo ka qenë e justifikuar në fillim sepse nuk kishte kinema. Dhe kineastët ishin shumë komod për xhiruar për festivale. Sa asnjëri nuk të gjykon, qofse ti xhiron, shkon aty në Tungasuku Magatuku në festival, shkruajnë ato në fund faqes një gjë, e merr. Çdo të thotë të xhirosh për festivale. Ndryshe nga në mënyrë absolute. Për çdo të thotë. Do të thotë që ti të gjesh tema të cilat janë interesante për të huajt. Tani, po e them një shembull. Si mendoni ju, burneshat ose gjakmarrja janë interesante për publikun shqiptar? Jo, mos e janë konsumuara, janë ashtu pra. Shumë. Ndërkohë ne kemi pothuajse 10 plus minus filma të xhiruar me këtë temë, që nuk kanë asnjë lidhje me publikun shqiptar. Në publikun shqiptar kur kanë dalë në kinema, kanë shi 10 bileta, 7. Se nuk e ngacmon.
Këto janë filma me temë egzotike, të cilat prodhohen ekstra për të huajt, ose ne prodhojmë për t'jashpit. Dhe kjo është shumë komode për Jam për eksport. Fix fare. Tamam. Si fasoneri. Për eksport. Po. Mirë po, për kinastet kjo është shumë komode, sepse ti e xhiron, këto shkojnë për festivale, çdo festival ka geopolitik, ka interesa të veçanta nga tregu, festivalet për këtë punë bëhet. Festivalet ofrojnë filmin alternativ, një film të veçantë i cili nuk e gjen gjithmonë rrugën drejt kinemas për mungesë të audiencës e të tjerë, atë këto filma shfaqen në festivale. Natyrisht filmat e mirë janë filmat mirë, por në përgjithësi këto, dhe duke qenë se festivalet bëjnë dhe një geopolitik, dhe nëse ti, rastisur shumë vite që jetoj jashtë, nëse ti shkon nga Shqipëria dhe thua ti që kam bërë film, dhe i Shqipërinë e di, kujtohet kohën verë dhe mbyllur me bunkera me kështu, ose 97 me tanke me kështu, thotë si ju me atë bëni dhe filma, ashtu, ka pasur njerëz që pse keni dusha ju në shtëpi? Ju kujtohet e indianin që erdhi, tha ky është sapun, me këtë lahesh. E tha indiani këtë. Interesante. Kishte ardhur me këto të Unës. Kishte ardhur me këto të Unës në Kosovë, edhe ato e kanë kështu me kuotat e tyre, dhe thosh ky është sapun, me këtë lahesh. Nuk ka 5 ditë që ishin ca gjermanë në zyrën time dhe flisnin gjëra që kishin ngelora. Se ata që nuk e njohin kështu e din, mbase me të drejtë, mbase ne skemi. Cilat ishin këta nga gjërat që dëgjove, që të bën ty përshtypje? S'kan se janë profesionale specifike. Janë shumë, janë të fushës, ne nuk i janë të fushës, por të fushës të cilët ne i njohim prej vitit 1990. Po pse keni kështu kameras, domethënë? Jo, qoftë politika, po them unë tash. Cash rebate. Shpjegon dhe ç'është kë. Cash rebate kemi ne që në 2016 që duam ta fusim. Cash rebate është kthimi i parave për kompanitë që futen. Kemi që në 2016 që duam ta fusim në ligj, nuk pranon Ministria e Financave për çfarë arsye keni ju vetë parasysh, dhe i vinte na thoshte, po sa ta fusim se është kështu. Dhe ne mundoheshim të shpjegonim që nuk është puna se nuk e dim. Puna është që interferencat e brendshme politike nuk e lejojnë kështu. E kështu gjërash. Kështu që ti kthehemi asaj. Për këtë lloj audience prodhohen filmat e festivalit. Ti më bëre që të ndryshoj pak perspektivën, se unë kisha menduar që filmat e festivaleve janë filma më të mirë, ndërkohë që filmat që bëhen për publikun janë më konsumit, po themi kështu. Jo domosdoshmërisht. E vërteta është që unë besoj që filmi mirë është filmi mirë, por një gjë është, ato që ne e quajmë film autor, ai është një lloj filmi eksperimental. Një regjisor i madh i jep vetes luksin si një filozof. Një filozof shkruan një libër dhe ne të tjerë nuk e kuptojmë, se populli nuk e kupton. Ja jep mundësinë. Për ta bërë këtë një regjisor filmi, jashtë i duan ja 20 milionë euro, këtu te ne i duan 200.000 euro. Plus tjera që janë. Ta kam dëgjuar edhe në prononcime të tjera që filmin autor e kemi merak edhe. Ose ne filmin autor kemi atë filmin që s'dim me bë. Qofse s'dim me bë filmin, ka një batutë shumë të bukur në Kosovë. E kanë shumë bukur ato. Pa një autor, kur nuk di me bë mirë filmin dhe tjerët nuk e kuptojnë, thonë po ti është film autor. Edhe i thot një kosovar aty i thot, "Ani bre tha po s'kuptova gjën film tonin." Tha është film i thellë, tha, regjisor të mëdhenj, kështu e kanë ti nuk e kupton. Mirë bre typen tha po atë Spielbergin pse po e kuptoj. Zime po filme. Kështu që filmi mirë është filmi mirë. Ne kemi të kësaj, ne kemi edhe një ndërprerje të shkollës, domethënë shkollën e fundit të filmit ne kemi pasur në vitet që kam qenë unë jam brezi i fundit që kemi studiuar film. Pastaj shumë vite të tëra u mbyll akademia, nuk studionte film, u hap shkolla e Çashkut, pastaj u hap dhe dega e regjisë në Universitetin e Arteve, por ne nuk kemi aq kuadro për ti. Në optikën time duheshim sjell nga jashtë ose çuar tjerë s'ka rëndësi, që ka të bëjë me cilësinë e filmit. Po nuk po merrem me cilësinë, cilësia është e diskutueshme, po merrem me drejtimin. Unë besoj që ka qenë e gabuar fakti ose drejtimi që të prodhohen vetëm për festivale. Edhe sot e kësaj dite kriteret e qendrës filmit, domethënë kur them gjithmonë deri pak më parë, janë në sa festivale ke shkuar. Asnjëri nuk të pyet nëse e ka parë njëri filmin tënd në kinema. Pastaj këtu vim te një problem tjetër te kinema. Kinemat tona janë biznese të pastra.
Sigurisht. Janë bizneset pastra. Patjetër. Nuk po shoh djathas, po shoh këtë. Shif majtas. Po shoh majta, janë bizneset pastra dhe atij nuk i intereson fare edukimi, mesazhi, vlerat artistike etj etj. Atij intereson të shesin. Dhe nëse njëna tash i kthejmë këtej. Kjo është e vërtetë. Që ka qit ato sipër dhe ato poshtë shkon në kinema, është në prime time. Sepse këto do populli ynë. Prandaj dhe unë thash që më ndryshove perspektivën, duke menduar që filmat që prodhohen për festivale janë më cilësor për ne që duam të shohim gjëra të thella. Po këtu. E kupton? Domethënë këtu s'kemë vetëm se kanë gjë. Këtu nuk kemi të bëjmë me film. Ky nuk është film. Ky është një biznes. Çfarë është? Ky është një biznes, si televizionet që kemi ne që nuk janë. Pra duhet të bëjmë dallimin midis filmit që bëhet për publikun dhe këtij që s'është film fare. Këtë ja duke thënë domethënë. Ka një film. Ti thua që nuk janë fare filma, nuk i plotësojnë kriteret për të qenë filma. Fare sepse nuk kanë dramaturgji, filmi në bazë ka një dramaturgji. Ato nuk janë. Ato janë sa barsaleta, të lidhura me njëra tjetrën, që populli i pëlqen. Ke parë ndonjëherë për kurreshtje? Jo. Ose për kritik, ose për të kuptuar, ore, ku ka vajt kjo punë, domethënë, sa keq ka vajt kjo punë. Më ndjen atë që kur shef se kush e bën atë. Pastaj ti shef reklamat, ti shef teaserin, ti shef ato. Ajo ndjehet që në fillim. Por ka një gjë që të mos bëhem kritizer. Ata kanë të drejtën e tyre absolute për të bërë ato filma. Ata kanë dhe audiencën e tyre. Nuk po flasim për ta. Ne po flasim për kineman, për qëllimin. Po problemi është që audienca e tyre është masa. Patyshim. Po tash ti them edhe titujt se keni ne i dini ju këto estrada që japim ne nëpër televizione? Ne jemi një shoqëri Big Brotherjane. Tash jemi bërë dhe katun vipjane se ç'është një gjë që ka dalë. Kupton? Ne këto shohim. Ne këto shohim. Isha paracakosh në një rreth njerëzish që të arsimuar, se s'po them të lartë kështu, në një nga këto funeralet dhe flisnin të gjithë për Big Brotherin. Do gjë që nuk ma kupton dot, nuk ma kap në funeral. Po pristim shkonin dhe të gjithë flisnin për të. Domethënë deri dikur thash, a më shpjegon dot njëri, pastaj gruaja ime që është diplomate. Se ishte normale asaj, më dhe gojën dhe mirë. Se nuk kuptoja se si mund flitesh në një nivel. Kanë gjithmonë të drejtën e tyre, ato janë eksperimente sociale, unë i kam parë dikur në Gjermani, në fillim i kam parë më interesant, janë eksperimente sociale, njeriu bën për vitin 2026, nuk mund të shikojë gjithë shoqëria Big Brother. Kjo është pyetja, pse shef gjithë shoqëria? Se ka shef ndoshta? Se edhe andej bëhen. Prit. Tash ti këtu duhet. Edhe andej bëhen, po kanë një target shumë të kufizuar shikueshmëria, apo jo? Më ka 02, 03. Apo ai sa ka. Ne shikojmë të gjithë, pse? Me keqardhje, me inshallah s'na ndonjë njeri këtu ku jemi. Ky është niveli ynë. Ne jemi shoqëri primitive akoma. Pavarësisht se jemi të veshur me firmatë. Jemi shoqëri primitive, ne akoma i rrahim fëmijët, ne akoma i përbuzim të doptit, pavarësisht se bëhemi kështu që na vjen natë kur na shajnë të huaj. Ne jemi shoqëri primitive, ne kemi mbyllur shkollat, ne nuk respektojmë mësuesit nuk respektojnë veten. Ne i kemi kinema të mbyllur, ne kemi teatro të mbyllur, ne nuk kemi më biblioteka as gjikundi. Të gjitha këto reflektohen në nivelin e shoqërisë. Dini që kur bëja festivalin, e kisha bërë në promon e festivalin dhe materialin, kështu, e kisha shkruajtur dhe bëja në Sarandë dhe në Gjirokastër, thosha që në këto qytete, për 25 vjetësh nuk ka kinema. E kisha shkruajtur se kështu ishte. Dhe kur shkoja, mbaj mend tash isha në një festival në Gjermani, që isha në Jurit festivalit edhe me qenë se ishte festivali filmi në Gjermani, ishte pak si i çuditshëm, dhe moderatori doli dhe tha tash ky njeriu që do japi çmimet është nuk është gjerman. Por ky ka bërë këtë dhe nxorri fotot e Sarandës. Mrekulli, do Saranda siç është Saranda me tapete të kuqme. E tha ky e ka bërë, nuk është Monte Carlo, se ai ishte një dashamirës shumë mirë i Shqipërisë. Dhe ky është, ky ka bërë një kështu edhe dorë të kitë, ishte qef shumë i madh. Ndërkohë aty kishte dalë, shohin ato flet volantet e mia. Dhe kthehen nuk e harroj. Tha, po kjo Shqipëria, tha, është në tu përballë Italisë. Ne thash, po, aty është. Ma shpjego pak, tha tash, edhe 25 vjet nuk ka kinema. Si t'ja shpjegosh? Që vija nga Afrika. Që ky njeriu i veshur i përdredhur me ato fotot e bukura dhe kështu vinte nga një vend që nuk kishte kinema. Dhe mbesonin nga mendonin se ç'ndodh. Një njeri ka lindur në vitin 85-89, kur janë mbyllur kinemat, dhe sot, që flasim, është gati 40 vjeç,
Nuk ka qenë kurrë në kinema, nëse s'ka qenë Tiranë. Kur vjen Tiranë, ka një hall ose ka një egzim edhe ikën. E mendoni tash njeriu që jeton në XY po quaj qytete, nuk ka qenë 40 vjet, nuk ka qenë kurrë në kinema. Dhe kjo është e padrejtë që t'ia bësh njeriu këtë. Është e padrejtë dhe realisht mua nuk e di. Nuk është e padrejtë, është kriminale. Sepse kultura, informacioni hyn tek të drejtat bazë të njeriu. Absolutisht. Po. Dhe shoqëria është e detyruar përmjet mekanizmeve të saj që është shteti t'ia sigurojë këta. Mendoni ju që nëse fëmijët tanë do shkonin më shumë në teatr, të kukullave në teatr, të vërtet në kinema, në biblioteka, do merrnin thika me veten në shkollë? Do kishte patjetër, por më pak. Dyshim, përjashtimet janë gjithmonë, çdo ligj ka përjashtim, por nuk do jetë si kështu. A do kishte nevojë të shoqëronim ne fëmijët në çdo vend ku shkonim, se mund ta qellonin? E drejtë. Për këtë flasim. Ky është një problem, ne s'kemi problem politik, ne kemi probleme sociale, shoqëria është akoma e papjekur, sepse shteti mekanizëm është. Mekanizëm si në shoqëri e zgjedh për të zgjidhur problemet e veta. Në këtë kuptim nuk është puna se unë jam tifoz i kinemas, të njëjtën gjë thot dikush tjetër që merret me teatrin. Të njëjtën gjë thot dikush tjetër që merret me letërsinë. Të gjitha këto. Mungojnë bibliotekat thotë ai që merret me letërsinë. Patyshim. Mungojnë bibliotekat. E di çfarë ka bërë gjithmonë përshtypje dhe e kam diskutuar shpeshherë me motrën time për shembull, na ka rastisur në Vlorë ku ne rrim shpesh. Shoh kur bëhet ndonjë koncert që mblidhen artist, sheshet plot. Dhe ajo çfarë arrit kuptoj është sa të etur janë për pak jetë artistike në këto qytete. Dhe Vlora nuk është qytet i vogël. Jo. Dhe të jesh duke zhvilluar turizmin dhe të mos kesh diçka tjetër përveç detit dhe bareve dhe lonzheve për t'i ofruar turistit që mund të jetë një mbrëmje në kinema, është shumë e trisht. Dhe aq më tepër pastaj qytetarit që siç u përmend mund të ketë një jetë ai që s'ka parë një herë film kinema. Këtë se më kujtove diçka që më thotë një mike, se unë jam nga Vlora me qenë fjalë, edhe më thotë një mike ime që ka biznes turizmi atje. Thotë po si ti mbaj unë turistët, thotë vjen ditë e parë, ditë e dytë, ditën e tretë s'kan çfarë të bëjnë më në Vlorë. Ku ti çe? Mbretëresha e turizmit. S'kan çfarë të bëjnë më, s'ka një teatr, s'ka një kinema, s'ka mënyra rekreacioni. Në fakt kjo ka të bëjë me ne. Ka të bëjë prapë me shoqërinë. Vlora ka sot një nga kinemat më të mira në Shqipëri, që e ka bërë Bashkimi Evropian, bashkë me Gjirokastrën. Në qoftë se ti shkon atje, si shkova unë, ata ta japin me qera, nuk funksionon si kinema. Ti e merr sallën me qera. Dasëm, vaki, synetlik, film, është e njëjta gjë. Ti pagun 300.000 lekë, shet biletat vetë dhe ikën. Dhe këtë më tha drejtoresha kinemas. Nga këto komsomolasit. E ka bërë BE-ja. Është aty. Ajo si ambient nuk është kinema, është e mrekullueshme, është me teknikën më të mirë që ka sot, disiplinë. 50. Më të mirën që ka. Është një projekt që bëri Qendra Filmit me Bashkimin Evropian. Një kinema në Gjirokastër dhe një në Vlorë. Dhe nuk është fut në rrjetin e kinemave sepse nuk duan, sepse nuk mundohen. Janë njerëzit aty. Drejtoresha tekniku tjetër, janë disa njerëz të punësuar, nuk mundohen, i mungon energjia, i mungon dëshira, rrinë aty zyrën aty. Në qoftë se aty do të ishte një njerëz që donte kinemat, do ta lëvizte siç po bën Shkodra. E ka futur në një rrjet kinema e pastaj në një tjetër. Këto dy janë kështu, e merr me qera. Si thashë marr me qera, po tha dhe biletat i shet vet. Si ky, për më në një emër nga këta që shesin, që bëjnë këta filmat kështu. I thash, po, më fal, po, nuk jam ai, nuk kam shumë rrjete sociale kështu, nuk unë dua ta sjell filmin në kinema, mbas si një distributor i huaj, unë jam distributor licencuar, sjell filmin. Ju e shfaqni në kinema dhe ne ndajmë të ardhurat, si në gjithë botën, siç bëjnë, ja tha. Merr sallën me qeratha, tekniku është i joni, tha ti, biletat i shet vetë dhe mua më paguan. I thash, po nuk ka rëndësi fare se ç'a bëj. Jo, tha fare. Kjo është kinema. Pra është një problem i ynë, nuk është çështje parash, që të kuptohemi mirë. Nuk na mungojnë me para. Unë nuk di nëse ka në vend më të pasur se ne. Ne nuk na mungon parat, ne na mungon mendja, dëshira, ne na mungon vizioni. E kemi thënë disa herë këtë, edhe ç'vlefsuam, strategjia, vizioni, vërtet na mungojnë. Ne jetojmë për sot, mund sish për dje. Në fakt duhet jetojmë për nesër. Ne këto nuk i kemi, si shoqëri. Kalojmë këtë pjesë të parë me këto fjalë të mend, shkojmë në një hapësirë muzikore dhe pastaj rikthehemi për të vijuar me bisedën. Ja ku jemi rikthyer, jemi sërish këtu në Kinotek në Sol me Edmond Topin, regjisor, edhe me kolegen time me violën.
Kemi folur, kemi nisur pak rënd bisedën, Edmond. Ashtu siç i takon. Ashtu siç na ka hije. Unë ju thash merrni leje, domethënë. Po hiç leje nuk marrin kur duam të flasim edhe kur. Jo, kuptojmë sa probleme kemi me artin në Shqipëri. Shumë. Edhe kjo është e trisht. S'është puna vetëm me artin, ne kemi me Kudo, po shoqërinë. arti duhet të ekzistojë si një formë për ta bërë shoqërinë pak më të mirë. Padyshim. Po kur nuk e ke as atë, nuk e di ç'presi më tej. Kjo është si puna e këmbanave, domethënë që nuk binin këmbanat për 100 arsye. Arsyeja e parë ishte që s'kishim këmbana. Po. Edhe shikoj, domethënë unë besoj që pamja po marrim tash filmin nuk është natyrisht nuk është e mirë, nuk është, dhe ne duhet të gjejmë mekanizma si shoqëri, se nuk është puna se njerëzit nuk duan. Këto ditë kam pasur unë nuk jap mësim, po në akademi as të njëra as të tjetra, por momentalisht po merrem me produksionin e filmave të diplomës të studentëve të akademisë, të Universitetit të Artëve. Mua më kanë surprizuar në mënyrë të çuditshme pozitivisht studentët. Me dëshirën për ta bërë filmin, me kompletimin që i kishin bërë dosjeve, që do thotë dëshira është aty. Unë nuk e di se sa prej tyre do bëjnë, si edhe studentët e mi. Edhe studentët që kanë pasur dikur nuk janë bërë gjithë. Në një dhe është bërë se ka pasur mundësira tjera, por nuk e ka bërë tregu. Unë besoj që shoqëria duhet gjesa mekanizma që ti ofrojë këtyre të rinjve dhe të rejave, kaq të apasionuar, mundësit për të punuar, për të bërë art. Qofse ato nesër mbaroj edhe jeta e tyre. Ne kemi një buxhet relativisht të vogël si masivitet. Edhe Ky është edhe thelbi i problemit, kam përshtypjen, se sa do të mirat janë punët e studentëve, ata do detyrohen të bëjnë diçka që tërheq bizneset që do t'i financojnë. Në mënyrë absolute. Ose do të tërhiqen nga filmi. E vërteta është që në gjithë botën regjizorët nuk jetojnë nga filmi, jetojnë nga televizioni. Por bëjnë her pas here nga një film, se kështu është, vetëm korifejt jetojnë nga filmi që bëjnë miliona. Regjizorët e thjesht në botë, bëjnë dhe punë tjera. Natyrisht nuk lajnë pjata, por punojnë në televizione. Xhirojnë reklama dhe pastaj kur i jepet mundësia bëjnë filmin. Problemi është që aty është një treg, i cili njëherë mos tani më vonë do ta japim mundësinë. Ne këtë treg nuk e kemi. Unë shpresoj që menaxhmenti i ri i qendrës filmit, i cili e ka startuar për fat të mirë, shumë mirë, të vi të njëjti mendim, propozim, që nuk është puna se bëj unë, se nuk jam i mençur, por njeriu është fare kollaj të mësojë, që të rrisi numrin e filmave që krijohen dhe jo të financimit për një film. Nëse rritet numri i filmave, qoftë duke ulur financimin, unë besoj që ne shkojmë tek një treg. Ngadalë. Ministri i ri bashkë me kryetarin e qendrës kanë marrë një iniciativë që është, mua më duket gati e pamundur, por shpresoj që të bëhet. Ata do ndërtojnë 10 kinema në 10 qytete. Nëse e bëjnë, shapo. Do jetë vërtet një arritje shumë e madhe. Ka nisur me disa qytete. Po pse duket kaq arritje e madhe të bësh 10 kinema? Ose kemi 35 vjet që kemi edhe. A thua se po bën 10 centrale bërthamore në 10 qytete? Po se është çështje dëshire më. Unë e çfaq filmin në Pogradec. Pogradeci ka gati të gatshme kineman. Problemi është i dëshirës. Pra sallat në çdo qytet, jo në 10 qytete të mëdha, po dhe në fshatra. Në sallat janë aty i ka bërë ai. Po. Merhumi. Po. Salla me Malia ishte me grop orkestre. Po. Ishte me grop orkestre. Dhe me rotativ. Domethënë ka qenë dhe për balet. Po them ka ishte dhe me rotativ, po them. Rotativin kuptohet e kishin prishur. Po ishte me dhe natyrisht e kishin lyer roz. Po. Salla ishte. Ju betohem, ishte lyer roz. Domethënë, nuk është fjala ishte tek dëshira që keti te ideja te vizioni për ta bërë. Kinemaja e Korçës është aty, është djegur, është private, nuk futet asnjëri, është ndërtuar. Po ajo të shëngjyrka? Blu ishte ajo. Domethënë, ajo është ndërtuar në qoftë se zgaboj, ka qenë një donacion nga Turtulli, është ndërtuar në vitet 30. Në atë kohë kishte kinema Korça, sot s'ka. Para disa vitesh bënin festivalin në Sarand, edhe ishte 100 vjetori i hapjes së kinemas në Sarand. Momentalisht nuk ka. Saranda ka pasur 3 kinema. 3 kinema. 3 kinema ka pasur Saranda.
Dhe ishte në atë vit ishte o 190 vjetori i hapjes kinemas. Kinemat janë shumë të rëndësishme për kudo. A e dini ju që në kohë të pushtimit koprifoko, pra ndalimi i qarkullimit, thyhej në qoftë se ti kishe një bilet kinemaje? Në kohë të pushtimit italian, kohës luftës. Shumë interesante. Ky është një fakt i vërtetë. Po duke marrë parasysh italianët, nuk është çudi, ë? Dashurinë e tyre për filmin. Thyhej koprifoko në qoftë se ti kishe një bilet kinemaje mund të ecje. Okej, shumë e bukur. Si këto ka me 10 ngjarje që të çojnë në mendimin që kinemaja është e domosdoshme. Ne harrojmë. Si raportin tënd me kineman si shikues, dikur dhe tani. Si e kujton? Domethënë po dola e shtetit shkojnë në kinema, kjo nuk diskutohet. Këtu shkoj shpesh në kinema. Me gjithë qasjen jo pozitive që kam ndaj politikave të tyre, kthehem e majta, por kjo nuk më pengon të shkoj në kinema. Një herë në javë është padyshim që shkoj në kinema. Shkon në kinema një herë në javë. Një herë vetëm. Sa rrit shkoj më shumë. Po shoh 1000 ca filma në vit, sepse shoh filmat e festivalit. Natyrisht unë pres filmat e ri, filmat e mirë, natyrisht vinë dhe filma shumë të mirë. Patjetër. Jo gjithmonë i ndjek publiku, do të shkoj shef, nuk është e mundur që ti Bridge of Spies ta shohësh në telefon, në laptop ose në telefon. Ose nuk është e mundur që kinemane e Mirfillti ta shohësh ose filmin e fundit që tash s'm vjen emri që ishte një film i mrekullueshëm që pam. Ke parë ndonjëherë një film vetëm nga buja që ka pasur, për shembull, un po kujtoj kohën kur doli edhe Barbie edhe Oppenheimer. I ke parë të dy filmat për të bërë atë kritikun, se Barbie nuk kanë përshtypjen është në shihet. Jo fare. Aq më tepër duke në këndvështrimin e regjisorit. Jo, shiko, ka filma që njeriu i shikon edhe nëse nuk janë në ujërat e tua. Për të parë një gjë, unë filmat e huaj me thënë drejtën dhe e shoh. Edhe kur nuk janë ujërat e mia, sepse njeriu gjithmonë mëson. I shoh për të mësuar në gjë. Unë çuditërisht megjithëse jam regjisor, dhe shoh vërtet shumë filma, sepse kam aplikimet e festivalit, shoh filma e festivalit, shkoj në disa festivale, shoh, më bëhen gati 1000 filma në vit. Përveç në shtëpi unë shoh vetëm Netflix dhe 2-3 platforma tjera, nuk shoh më lajme sepse nuk shoh më shqiptar sepse kam kryer. Unë kam punuar gazetar dhe gruaja ime, në kohën që kishim interes ai shifshim, tash nuk kema ç'bën, në lajm kështu ekstra ta jep Facebooku, kështu që nuk e. Kështu që unë shoh vetëm filma në shtëpi. Herë të mirë, herë dhe serial, leggero, po ti nga gjithë mëson me që. Edhe nga këta kam parë, më kanë ndodhur rastisë shumë shpesh. Pastaj ka edhe një gjë. Domethënë unë jam pjesë e disa platformave që kreditet e filmit unë mësoj përpara se të vinë. Okej. Padyshim ne dim se cili, po padyshim unë ndjek box office të gjitha filmave që dalin. Unë ndjek filmat europian për t'i pasur vitin tjetër në festival. Për shembull 2 herë tash që isha jashtë, një herë në Vjenë, një herë në Gjermani, mundova të shifsha 2 filma që më duheshin patjetër për të parë në festival. Kur vinë në Shqipëri, ne në Shqipëri marrim vetëm përgjithsisht filma amerikan, europian marrin shumë pak sepse nuk janë pjesë e tyre. Kështu që pjesën tjetër të filmave për fat keq ne nuk i shohim. Kinemaja europiane në raport me atë amerikane, si të duket? Mua më duket shumë e mirë. Kinemaja europiane është akoma e bazuar në vlera, në të përgjithshme në saj. Për këtë arsye dhe subvencionohet. Kinemaja amerikane nuk subvencionohet, është një business pur. Është një business pur, po. Business pur. Ndërsa kinemaja europiane vazhdon të subvencionohet, madje dhe kinemat subvencionohen shumë. Në qoftë se ti shef raportin e subvencioneve të projekteve europiane, të prodhimit dhe të distribuimit, peshorja anon nga distribuimi. Pra, mbështeten distributorët, mbështeten kinemat, ndërtimet e kinemave rijetësimet e kinemave të vjetra etj. Është shumë e rëndësishme për europianët, për politikat europiane, kultura europiane, kultura e vendeve. Mirë, po si çdo gjë tjetër ka triumfuar dhe ka pushtuar tregun ajo që është më pro tregut, që është kinemaja amerikane.
ajo ka çarë, ndërkohë që gjithë kjo Evropë me këto përpjekje të rregullatore të saj deri diku ka ecur, patjetër ka produkte të mira, por jo gjithmonë mbrinte publiku i gjerë, po them. Se për syrin e regjizorit është tjetër gjë. Jo, e vërteta kështu është, dhe unë shpresoj që ka edhe një problem të Europës vret, po problemi është që unë mundohem të jem shumë i rezervuar. Unë kam jetuar 12 vjet aty, kam punu gazetar, nuk është se kam punu ndërtim, kështu që shpresoj që jam marrë, njoh politikën e tyre, por jam shumë i kursyer në këto të sharat që bëjmë në Europë, ka shumë, unë besoj që është politika e filmit në shumë vende është e gabuar, po në raport me ne që se kemi fare. Okej, patjetër. Në raport me ne patjetër kemi që të mësojmë. Mundohem të jemi rezervuar se ne dim vetëm shapa. Po e vërteta kështu është që ka filma është edhe një lloj ngopje. Keni parasysh, domethënë edhe kjo që i ndodh tash Europës, mos futemi në politikë, se kemi marrë për tjetër gjë. Është pjesë e dimensionit të saj të ngopjes. Brezat nuk kanë më motiv. Brezat janë të ngopur. Të rinjt europian nuk kanë më motiv për studiuar, për të punuar, sepse janë të ngopur. Për këtë arsye të huajt janë në një farë mënyrë më agresiv, po dhe më të arrirë. Sepse kanë një ambicje si më të zhvilluar. Padyshim. Tash nuk i them dot ato që them, po siç kemi këtu. Kemi këtu ca, që mund të thuash, nuk ka asnjë problem. Sa këtu që nuk kanë shkojnë darkë, kupton? Edhe ata shkelin me kufoma. Po unë e kisha këtë në konotacionin pozitiv, në fakt, nuk desha të thosha këtë. Desha të thosha gjë tjetër që si ata të ardhur këtu që mundohen me çdo mënyrë të zënë vendin e tyre stabil me punë, po këtu janë dhe të huajt. Dhe kjo ndodh sepse vendasit janë ngopur. Ata hedhin sot, Europa hedh kaq shumë para në film të pakontrolluara. Sepse shpresojnë që mekanizmat funksionojnë. Në fakt, dikur kalbizohen mekanizmat. E njëjta gjë është në media. Luftën që ka media me pushtetin, Europa duke qenë në një pozitë komode, ka hequr vëmendjen dhe në pjesën më të madhe luftën e ka fituar pushteti. Sot ke media publike gjermane që janë në krah të pushtetit, gjë që përpara 20 vjetësh kur unë isha gazetar as mund të mendohej. Ka segmente të kalbëzuara që vijnë nga mungesa e interesit, nga mungesa e kujdesit. Në vërtet. Brenda kësaj logjike, gjitha këto problemet sociale, dikur duke të iniciuar, duke të injektuar rahatin, të lënë të kalbëzohesh. Gjë që Amerika nuk e bën sepse është gjatë kohës duke është një lëvizje për. E njëjta gjë është në film. Natyrisht ka filma të mira, ata kujdesen shumë projektet. Po me vërtetë është që ka inflacion dhe aty dhe ka kujdesje në politikat filmike. Mirë. Në vitin 2017 ishte rikthimi me vjet e së ardhmes apo jo? Duket sikur ka bërë një periudhë shumë gjatë pushimi, pra në sensin që sjellësh një prodhim që është i yti, se jam e bindur që kontributin e ke dhënë në mënyrë të pandar. Po pse? Me qenë se jemi vetëm në 3 këtu dhe nuk na dëgjon njëri. Ka një problem, ne nuk kemi industri filmi. Kemi gjërat. Ne nuk kemi industri filmi, kështu që ne nuk mund të jetojmë me filmin. Unë si gjithë njerëzit e tjerë kisha nevoja imediate të rritjes me të fëmijëve tjetër. Këto nuk më plotësonte dot kinemaja. Po them tash për parat për mjetet që fitohen dëshmërisht. Po. Një regjisor, një producent ka një fi për 10, 12, 15.000, 20.000 eurosh. Për them për gjithë filmin, të dy bashkë. 20.000 euro një herë në 5 vjet nuk të mbajnë dot. Kështu që unë isha e detyruar që përpara se t'i kthehesha filmit në cilësinë e regjisorit dhe të producentit, të siguroja jetën time. Dhe është gjëja më normale. Çoja vajzat në shkollë. Në mënyrë që askujt mos i lutesha, askujt mos i met, mos jetoja me honorarat e aktorëve, apo me dietat e shoferave. Kështu që kjo është arsyeja.
Unë kam filluar këtë punë herën, në 2014 fillova të bëja festivalin, sepse kisha, ndjeja që duhet bëja diçka për Dea Film Festival. Desha të bëja diçka për kineman, kishte ardhur momenti të bëja diçka për kineman, nuk isha akoma gati për të bërë film. Financoheshin filma, po si gjithë Shqipëria, si gjitha institucionet shtetërore, dhe aty ishin këto njësirat, s'po them korrupsion e kështu gjëra, po kostoja morale për të marrë financim me filmin ishte shumë e lartë. Unë nga natyra nuk jam natyrë e tillë, kështu që më mirë lashta dhe fillova të bëja festivalin, derisa erdha në momentin që kisha mundësi ta bëja filmin, të 2 filmat unë kam të financuar vetë, do thonë kompania. Edhe është tingëllon pak si budallëk, se mendimansi s'ka sepse po kjo punë kështu është, njëri ble maqinë, njëri ble shtëpi në plazh, unë bëj filma. Puna se ku e merr kënaqësi. Edhe ishte goxha produksion. Ishte një produksion me një cast aktorësh. Po duhet të them që ai nuk ishte vetëm imi. Domethënë ato e kam financuar unë, o kompania unë, por edhe financiarisht, edhe shpirtërisht në financim i gjithë grupit. Domethënë aktorët janë paguar shumë pak, sepse kishte prej tyre pothuajse të gjithë, kur shkoja të bëja pagesa thoshin jo, se unë e di që ti s'ke lek. Nuk do m'japësh. Thoshin jo, kemi rënë dakord me këtë. Po them nga ti nga Margarita deri te tjerët. Thoshin jo, kemi rënë. E di që kemi rënë dakord, po ti nuk ke lek. Filmi s'është financuar. Lera nuk i duam. Të gjithë. Grupi që punonte, domethënë është paguar shumë pak. Ajo ishte një sinergji në film, të cilin unë nuk e kam provuar kurrë në jetë. Unë kam qenë të 10-ën që merrem me film, kam qenë aktor, kam qenë asistent, kam qenë regjisor. Kurrë nuk e kisha provuar. Kurrë nuk e kisha provuar. Dëshirën, edukatën e punës, klimën që u krijua nga i pari deri te i fundit në shesh të xhirimit ishte një çudi shumë e madhe, dhe për fat mirë dhe produkti doli po ashtu i mirë, siç thonë. Siç themi dhe ne këtu. Më falë. Se në fakt duke qenë se më jep një croissant bono, të lutem, se do t'i ha gjitha kokoshkat pas më dhe atë. Një këtë duhesh ti. Jo, me ngjyrat e dhura. Ma jep atë me çokoladë. Ma vjesh kjo, mirë, janë rregull, janë rregull. Okej. Edmond, me dëm placike. Jo. Okej. I kam shumë mirë, po unë. Faleminderit Bono, na mbëlson për herë. Se më kujtove ti nga kurtën për te diskutimeve për filmin, edhe pasurinë e zakonshme që ajo ka dhënë për artin shqiptar, po që për momentin që u mësuar që Tinka Kurti, aktoria e madhe shqiptare, jeton në shtëpinë e të moshuarve, duket sikur ka një tendencë për ta parë ose sa gjuna, pra sa keq që ka përfunduar ashtu. Pastaj kam parë video nga personazhe të jetës publike që kanë shkuar me një telefon duke bërë to përqafimet me aktoren. Si sheti? Po, kështu jemi ne. Ne mundohemi të përfitojmë nga gjithçka. Ka njerëz që përfitojnë nga vdekjat e afërmve. Ne kështu jemi si shoqëri, kemi lidhur, kam pas thënë dikur, ne kemi lidhur motorin me burin, jo me rrota. Meqense preket, unë nuk do ta kisha prekur, po meqense preket, po ju them. Nuk është një fatkesi e madhe. E vërteta është që Tinka jeton vërtet në një shtëpi të moshuarve, aty ku ne kemi xhiruar filmin, dhe kjo ishte edhe arsyeja. Tinka ka pasur një fatkesi që ju largua nga jeta djali, ajo e rrënoi, dikush tjetër nuk e di se çdo kishte bërë në vendin e saj, por ajo qëndroi e fortë ashtu siç është. Në moment tash smundja e bën të veten dhe do të ishte shumë mirë, natyra e saj është kështu e fortë, si sa e bukur, sa miqësore është, po është më fortë malësore. Ai nuk pranonte njëri. Duhet ju them domethënë me gjithë vështirësinë që më krijohet për të dalë fjalë të mira për shtetin, duhet të them që domethënë institucionet shtetërore dhe kryesisht ish kryetari i bashkisë ose kryetari akoma Erioni i ka ofruar asaj të gjitha mundësitë. Shtëpi në këto njerëz që ta ndihmonin që të rrinë. Tinka këto nuk e pranonte, pastaj një moment siç ndodh kjo punë, ra dakord. Bile ne atë ditë, domethënë një ditë përpara ka marrë çmimin aktoria më e mirë në Rom, në festival. Filmi mori 2 çmimet, një unë dhe një Tinka, dhe unë e mora në telefon, ishte krejtësisht kthjellë dhe kështu. Tash kur të vinë në Tiranë, kur erdhën në Tiranë kishin rënë dakord për të shkuar aty. Është shumë mirë.
Ata mbajnë mirë. Unë besoj që kjo është një gjë që vetëm ne e tematizojmë për kohë. Këto e bën gjithë bota. Pra kjo është një zgjedhje. Po nga që është diskutuar shumë edhe ne kështu jemi, ne mundohemi të bëjmë protagonizëm me çdo gjë. Aty shkojnë njerëzit të bëjnë protagonizëm me të ose ca tjerë bëjnë sikur i dëm keqe. Është një zgjedhje e saj. Është shumë mirë, ndjehet shumë mirë aty. S'ka asnjë lloj problemi. Vdekja le të pres është dalja e fundit në Vdekja le të pres është dalja e saj e fundit, e saj dhe Margaritës. Më duket sikur është ose ndodhi që u bë një film homazh Vdekja le të pres në një kuptim. Edhe filmi i parë kështu ka nisur. Madje unë në kur fillova ta xhiroja, vërtet e xhirova me këtë mendim për të bërë një homazh këtij brezi. Këtij brezi kaq të lodhur, të raskapitur, disi të harruar, por që kishin ndërtuar Shqipërinë dhe nuk është fjala vetëm për artistët, është fjala për inxhinierët, për mjekët. Ideja ishte tek gjithë brezi. Unë desha t'i bëja një homazh këtij brezi, i cili mirë keq e ka ndërtuar këtë vend, kështu siç është, dhe ne kemi lënë më një anë. Ne kemi harruar. Në këtë filmin e dytë kjo është edhe tematizuar si. Për këtë punë bëra. Ja, natyrisht ja kushtova ti mendje sepse ishte një prej tyre, po kështu ka nisur ky, si një film homazh. Prandaj desha ti merja aktorët, i mora dhe do thash unë krijuaj një klim shumë e mirë, filmi u prit shumë mirë, u prit këtu shumë mirë, u shpritur për fatin tonë mirë dhe në festivale shumë mirë, dhe është vërtet një homazh. Pastaj pjesa e dytë është meritë e tyre të drejtë. Që duhet ta pranoj. Pjesa e dytë ka një histori, nuk e thash atë ditë, ka një histori, ky është një skenar që është shkruar nga një austriak, ne kemi bler me të drejta, producenti që më kishte shitur drejtat, erdhi pa filmin e parë, erdhi në Saran e pa, i pëlqeu, bëm ne me miq ndërkohë, njëherë më tha edhe di që Uli ka shkruar pjesën e dytë, të ta çoj, ma çoj, më pëlqeu, edhe pa i thënë gjë njëri, fillova, e përktheva, e ripunova, e bëra gati. Bleva, mora dhe drejta, thash le të jenë aty, atë kohë kompania e kishte punët shumë mirë dhe me çmim nuk ishte një gjë më, bleva. E aplikova në qendër të filmit, kuptohet, filma të tillë nuk fitojnë. Ne punojmë për Oscarin. Edhe po bëra gabimin që ja thash këtyre. Dhe nuk mundan. Tinka, Margarita, Luftari, edhe ky Reshati më pa, por këta dy nuk mundan. E thash nuk e bëj dot edhe duhet të gjeni vet investime. Bëja shaka. Dhe ata filluan të bisedonin me kryetarin e bashkisë, me ministrin, me gjithë, interesoheshin për gjetur financim për filmin. Dhe kështu nisi, meritë e tyre që nisi. Ne morëm një financim nga gjithë ata që na premtuan. Vetëm Erioni mbajti fjalën, gjithë tjetët nuk na gënjyen, por nuk e mbajtën fjalën. Dhe kështu që ne mbetëm brenda, filmi filloi, edhe u zgjat shumë për të bërë. Po është vërtet merit e tyre që u bë. Edhe pastaj nuk besoj se ata bëjnë shaka tash ti do bësh të treshin, po vërtet ishin të lodhur, ishte shumë, nuk mban shoqëria. Nuk mban shoqëria. Tash filmin e këtyre kinemat e kanë orën 9:30 darkës. Një kinema nuk e ka fare. Po bërë 3 minuta që në 10:30. Me siguri. Kështu që nuk ne kur dalim kemi qef shumë Facebook, t'i lavdrojmë këto, i shohim rrugë, bëjmë fotografie kështu, po nuk i respektojmë vërtet. Kështu që nuk besoj se shoqëria ka nevojë momentalisht për këtë. Shoqëria e ka ushqimin e vet momentalisht, kështu që është ushqimi i shoqërisë momentalisht. Ja, klikoni te faqja e kinemave dhe ta shihni. Vetëm se kemi këtë formën këtu. E rregullon dot që kjo mos e dëgjoj kur them unë për shkakun që duan këto me cica me shale, e rregullon dot mos e rregullon ashtu. A shikon? Qofse kjo nuk e dëgjoni, e thash edhe këtë. I thash diçka në vesh, nuk bëra sikur se dëgjoj. Këto do shoqëria, nuk është puna. Dhe ne me artin, me letërsinë ndërkohë, me televizionin, i shkojmë brapa shoqërisë, në vend që të jetë anasjelltas. Në shoqëria duhet të shkojmë brapa kulturës, këtyre programe. Një nga detyrat që ka letërsia, kultura, arti, televizioni, është edhe edukimi, është mesazhi. Ne këto nuk i kemi. Jemi Okej. Është momenti për një tjetër hapësirë muzikore. Me muzikën si ke punët? E dua shumë.
Okej, çfarë pëlqen? Dua shumë. Unë dëgjoj jazz. Do thënë ajo është muzika ime. Unë dëgjoj jazz, do thënë në zyrë sa futem edhe në shtëpi. Ajo është muzika që dëgjoj. Dikur dëgjoja klasike të moderuara, Na jep ndonjë titull? Mos më ngatroni me titull se është. Ose ndonjë muzikë, nuk di unë, nga këto jazzit që dëgjon. Lionel Rich. Okej. Hello. Okej. Kjo është një. E dëgjojmë Lionel Rich, Hello edhe rikthehemi pra për bisedën. Mirë jemi rikthyer, jemi në Kinotek së bashku me Egonin dhe me regjisorin Edmond Topi. Tani folëm për problematikat, po tani është momenti të flasim për ty. kush është Edmond Topi për te asaj që ne njohim. Unë shpresoj që Tiranë si mirë. Tiranë si mirë. Çfarë bën një Tiranë si mirë? Dashuria për vendin, për njerëzit, të qenurit i hapur, mungesa e armiqësisë ndaj të tjerëve. Do thonë unë kam jetuar te lagja e Dibranve. Do thonë ne aty bleu i mat në shtëpi. Dhe mbaj mend që kemi shkuar shumë mirë, mbaj mend një herë jemi rrahur. Dyert ishin hapur, ne ishim në gjendje jo të keqe dhe shkonin shpesh në plazh, dyert ishin hapur. Edhe kësaj dite më kur ikën në dyert hapur. Do ta kisha thënë këto e Nuk e të fare, ja në komshies dhe shumë e thonë fakt. Po nuk ka në gjëtë. Do thënë këtë tiranën e ashpër të sotmen me zi e njo. Këtë tiranën e ashpër, Tirana është ashpër, ndërkohë është mbushur plot. Tirana gjithmonë ka qenë me të ardhur. Të gjithë të ardhurit e kanë ndjerë veten shumë mirë. Kanë bashkëjetuar shumë mirë në paqe. Sot ndjej energji negative. Prej të ardhurve apo prej mënyrës se si bëhen gjërat këtu? Prej të gjithave. Tash i faji nuk është gjithmonë asnjëherë i njëanshëm, të nuk është vetëm prej të ardhur, për muzikë, për mënyrë kushdo është i merr të ardhur, domethënë nuk është asnjë merit të lindësh në Tiranë që mos kuptoj. Tash ju tiranësit historikisht ankoheni për Javanxhind. Jo, fare. Ne nuk jemi më unë, por që mos majmë në herë. S'u kujtua një këngë kjo Tirana zemra e modhe hapi dyrët gjitha ne. Kështu ka qenë gjithmonë. Unë s'majmë që ne të jemi, domethënë unë jo, po edhe prindët e mi edhe gjyshi s'majmë në herë të jemi ankuar dhe të kemi shku keq me Javanxhind. Siç të thash, domethënë i mat nga ne kemi, domethënë ai ka lind ke Vorribomit, Bomagaj ne kemi qenë në mur me ta. Kakanost, i mat bleu një shtëpi. E shëmi dhe e ndërtoj dhe ishte në mes të lagjes së Dibranve. Dhe ne me ta kemi tur gjithkohë. Majmën të jemi ankuar ose të janë ankuar në herë për ne. Pare nuk kemi, unë s'majmën asnjëherë një problem. Problemet lindën më vonë kur të hujt erdhën si pushtues. Tirana është kryeqyteti mbase i vetëm në botë që është pushtuar 2 herë. Kur është pushtuar? Është pushtuar një herë në 44-ën. Aha. Edhe një herë në 90-ën. E mirë, domethënë kështu që u tregova i balancuar tani, e kuptoj. Jo, fare, e kam thënë, nuk është hera parë, e kam thënë dhe herë tjera, nuk e kam bindjon këtë. E kam bindjon këtë sepse në qoftë se vinë dhe t'i marrin gjërat me dhunë, ky është pushtim. Erdhi Enver Hoxha, i mori gjërat me dhunë, i shtetëzoi. Ja, unë që t'ishim qef vetë, të punuar. Po kështu ishte në 90-ta. Kështu që Tirana është i vetmi qytet që është pushtuar 2 herë, edhe të vjen keq për këtë. Tiranësit duket se janë të vetmin të shtëpi vet pa toka. Fiks fare. Po e ke parasysh. Ore mos mërziten. Mos ndoshta duhet jeni pak më të ashpër, pak më shumë e shkurtë jeta për të qenë i ashpër.
Shumë e shkurtë jeta. Po ja se ju morën tokat. Punë madhe. Edhe vdiq në njëri nga ne se s'ka toka. Sa ka shku metri tani? Po pse pse mendon se jetojnë më mirë këto që kanë marrë toka? Po jo, me siklete janë ato, si ti bëjmë ku ta bëjmë dolin. Edhe çika do të mësu kështu me kulla me vërnjë, po mos më rrafi, po mos më gjuj, po mos kështu. Dhe prona, parat janë gjëra që shkojnë e vinë, shumë e shkurtër jeta për t'ia kushtuar parave. Ta kesh vënë re, ka një tendencë që pas viteve të pandemisë, pas atij izolimit, lajmeve të kopshme nga një vend në tjetrin, njerëzit kanë një mënyrë tjetër të tjetuari, pra kujdesen më shumë për veten, po ushqen më shëndetshëm. Statistikat tregojnë që ka një rënje të konsumit të alkoolit, ka një rritje të fluturimeve. Po pse me alkoolin ju? Çfarë bë alkooli? Alkooli mirë po. Paqe, dashuri. Po duhet të jetë më e bukur. S'ka alkooli. Më kujtua një histori para pak ditëve me një shoqen time. Të dyja ne nuk pim alkool fare, domethënë kur dalim as në një gotë. Po gjënaf. Nëse ha tendenca pra për të shkuar drejt një jete më të shëndetshme, se kur ne bënim namin duke pirë alkool. Po atë një gotë e hoqëm. Edhe kishte dalë një mbrëmje, edhe kishte pirë një 2 gota, po sa e harreshme ishte, kisha harruar. Edhe kur hyra parë si diçka të mungonte, pas s'po e kuptoj se çfarë. Edhe duket sikur njerëzit po e shijojnë më shumë jetën, pra e shohin ndryshe për dalë tek ajo që thej që parat shkojnë e vinë. Në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute, paraja është gjithë mjet këmbimi që të jep mundësinë të jetosh mirë, po nuk të bën të lumtur. Dini sa veta vrasin vetëm në Suedi dhe gjithë pasur. Ai shihni, pastaj më shkoni, ai shihni këtë pasurit tan. A janë gjithkohë të mrolur? A keni parë ndonjërin nga ata që qesh? Janë gjithmonë kështu. Po kur shohin, gjithmonë. Po ne nuk e dim këtë gjë. Ne preferojmë të mendojmë kështu. Ja, ti je sigurt që është kështu. E ka vërtetuar bota në qindra vjet. Është vërtetuar në qindra vjet që paraja nuk të bën të lumtur. Të bën të ngopur pas apo të lumtur. Okej, të bën të ngopur. Të bën të ngopur. Një parë ka njeriu. Prapë mbetet ajo pyetja, e blen paraja lumturinë? Edhe çështja e këmbvështrimi është. Padyshim që është çështja e këmbvështrimit. Prandaj prezantojmë secili këmbvështrimet e tij, po unë i rri këtij këmbvështrimi, më thënë drejtën që unë kam, domethënë, tash mbas kjo është një gjë pa kur jam kthyer nga jashtë, domethënë pyesja time. I thosh atimenti që të na tregonte ku janë pronat edhe pse Tiranë. Dhe ai derisa iku nga kjo nuk më tregoi. Dhe nuk më tregoi për faktin se s'desh të më lindte sherr mbrapa. Edhe besoj që ka bërë mirë. Besoj që ka bërë mirë se mund isha bër sklavi atyre pronave. Vërtet është që ka dhe një ngjarje tjetër. Vërtet është që ka dhe një ngjarje tjetër e cila më tërhoqi nga ndjesia që kisha, se si di gjithë, dhe ne do merrnin pronën, do kthehet pronën e tjerë. Takova një mikun tim shumë të afërt. E kam pasur takova. E takova në rrugë. Dhe me zi e njoha. Domethënë, ishte një njeri i mjeruar me faqe të krejtësisht të rrudhosura, i kruspur, krejtësisht kruspur me një palto që i varer, edhe me një dosje blu në dorë, nuk do ta harroj. E them, si e çfarë bën, si e bën? Nuk kisha respekt shumë të madh për të, kam pas. E thash, po ja me këto. Çfarë po bën edhe? Po ja, po merrem me pronat. Me pronat thosë marrin këtu se shopa tjetër se kur than atë dhe pastaj kur erdha këtu më tha kështu, mirë, mbaroi kjo punë. Mas ati takoj një shokun e tij, të njohurën tim, dhe thonë, e takoj mos ka ndonjë smundje, vërtet fare sinqerisht. Dhe mos ka ndonjë smundje se njerëz janë, se ishte rrënuar fare dhe kjo. Jo, mor, jo, thash, ka si smundje, tha vetëm se plotet, tha se ngret. Shkon në orën 8 mëngjesit tha. Në përzyra dhe dosjet. Edhe kthehet ajo darkë se tako këtë thuaj atë. I thash vetëm nga kjo punë, ka vetëm nga kjo punë. Mënyra se si ti e përshkrove, më solli në mendje ato personazhin e Mantelit tek Nikolaj Gogol, dhe aq të vuajtur po e përfytyroja në mendjen time. E thash, unë që nga ky moment të botë se më me prona. Harroje që të ka ta ndisem kështu dhe pastaj të marr prona. Po Tiranën e ke dashur më shumë atëherë apo tani?
Ja, Tiranën e dua gjithmonë. Okej. Tirana e kam dashur atëherë, shfat shumë i madh që kam lindur në Tiranë, shfat shumë i madh dhe që kam lidhur me atë. Po Tiranën e dua gjithmonë. Tiranën e dua edhe me këto rrëmujën që ka. Si kalonin ditët dikur? Ne kalonim, në fakt, ne kemi pasur jetë të mirë në Tiranë, shumë të mirë. Unë merresha me teatr, unë kam luajtur ca vite futboll, kam qenë ca kohë te Parlamenti Këmbëll. Dhe po, e kupton, Tirana i kishte këto mundësi që nuk i kishin kudo. Unë luaj futboll me ekip, pastaj merresha me teatr. Ne dinim në darka pas një Giro Tirana, kështu që në bulevard. Në bulevard emblematike. Tirana ka pas interesante, nuk kishte telefona, por kishte një sistem të tillë. Vendet në Tiranë, në qendrën e Tiranës ishin të ndara. Te pema e parë rrinim ne. Pastaj ishte 6 neonçi, që rrinin sa të tjerë. Pastaj Është ishte akoma ky 6 neonç? Urdhro? Është akoma? Si mund të jetë akoma? Jeta. Po çfarë Janë 6 neonshin? Mund të cep të Pallatit Kulturës, ka qenë një neon me me 6 koka. Po 6 koka. Okay. Ai Tirana s'është më. Tirana ka filluar në 2013, është një tjetër re, nuk skala çaka të pruna gjë sa ta shohim ashtu. Është një Tiranë e re, është një mendim me ne fillon historia, domethënë me këta. Edhe ishte shumë interesante, për shembull aty rrinte grupi, kujtohet, si Fullani me këta tjerat. Këto rrinin ca shpëtoja me s'dua të them emrin, dhe grupet njiheshin, nuk kishin miqësi, po njiheshin me njëri tjetrin. Për shembull, vinte njëri nga ne, vinte me vonesë. Dhe i thoshin ato, lëvizën për Xhiro, po shkuan ke Volga ose informonin njëri tjetrin. Ke Pallati, po. Ose vinin ata dhe thoshin ndalonin te ne, po të vi filani, që nëse dinë më, po të vi aty, i thonin që ikëm Xhiro ose shkum këtu. Ishte shumë interesante. Sistemi i komunikimit. Ishte shumë Kurse ne me telefona sot nuk merremi dot vesh me njëri tjetrin. Por ka një gjë. Por ka një gjë, Tirana ishte shumë e bashkuar, njerëzit ishin atëherë shumë bashkuar. Kjo është një gjë që mua për shumë më mungon. Më thoshte para ca ditësh një shoku im që është shumë i njohur në Shqipëri, është figurë publike. Ne kemi qenë miq në atëherë. Unë kam pasur një apartament që mendoresh që ishte i mirë, komode kështu. Dhe ne rrinim aty shumë shpesh. Bile në kohën e 8-9 mlidheshim çdo natë. Unë kam pas 2 grupe ose 3 grupe miq, po 2 kryesisht. Edhe një natë me njërin, një natë me tjetrin ose disa rrinim. Edhe rrinim shumë shpesh. Sajoheshim çik me verë, çik me kështu dhe rrinim. Kishte raste kur filluan rrëmujet edhe gjithë natën. Iknin mjes, se natën nuk dilesh. Edhe më thot njëri për tyre, moreta ta të kujtohet, më kishim gjithsej një shtëpi, edhe rrinim çdo natë. Tash te kemi secili nga 2-3 dhe s'mlidhemi asnjëherë. Sepse shoqëria është materializuar, secili mendon, sa të takosh në njërin, atëherë thosha, ma çka ke bën në gjë, ke lexuar në gjë, ke pa filme, ke njoftë femër, ke bën. Tash i thama, ti shkon, do të biznes bashkë. Ma ke fituar një lek? Pa, pyetja parë që thonë, ma ke fituar, si shkojmë punon, fiton një lek, po me këto si. Materializimi i shoqërisë besoj që ka prek edhe Tiranën edhe për këtë vjen keq. Për këtë vjen keq, më thon drejtën, sepse s'është më ajo Tirana jone asaj kohe. Po Beni Peshkut është akoma. Na tregos pak atë historinë edhe për ata që e dëgjojnë Kinotekën se ishte shumë e bukur. Beni Peshkut është nuk po them gjeografi, është një personazh fantastik, shumë jashtëzakonisht interesant. Ka pas një restorant Peshku, nuk e di a ka akoma. Kam hapur Beni. Edhe që është këtu. Edhe Beni ishte shumë simpatik. E mbante kështu atë qepenin për gjysmë dhe në bazë të duke qenë se e keni parasysh këta taksidarë sa vinë edhe këta tatimeve, ose nuk. Edhe Beni ishte mjeshtër, sapo fitonin këta të kuq, nuk e them më të kuq, ta fitonin socialistët, se më kanë kritikuar për këtë. Sa fituan socialistët, ai merrte një fotografi të tij që kishte bërë me Fatostano dhe bënte të madhe, dhe vinte qendër. Vinin këta taksidarët, sa shikonin dhe iknin. Ndron dhe plaka, fiton dhe Berisha. Ishte e foto me Berishën. Ishte atë vend këtë foto me Berishës. Tani duhet gjej është Berisha, çfarë foto ka. Me siguri me këtë. Beni është i madh dhe nuk e hapte as, nuk kishte derë, kishte një qepen që mande për gjysmë dhe ne dinim gjithë. Domethënë një nga lokalet emblematike të Tiranës me
me një bon sens, me një bonacho, Beni i priste të gjithë në mënyrë të shumë të dashur. Unë kam pasur në atë kohë një gjerman, dhe që vija me të, dhe Beni dinte një fjalë gjermanisht. Ishte fjala çus, që thot mirëpafshim. Po Beni me gjithë dashurinë, me gjithë bon sensin e tij, ati i buron vërtet mikpritja, edhe sa hynte ky gjermani thotë, çus. Pa i të fartos të Gjermani? Po s'qeshte, në fillim u çudit, pastaj e kupton, ai e donte shumë Të Benin. njëri që më thot me ka qejf mirëpafshim. Ai e donte shumë Benin dhe 1-2 më thoshte do shkojmë te Beni. Kjo tregon gjithë atë ngrohtësinë e Tiranës besoj apo? Jo, Beni s'ishte Tiranë. S'ishte Tiranë. Beni, ai kishte gruan tiranëse. E pra kishte marrë nga ajo. Beni kishte, ai është nga një qytet shumë i dashur, po sa them dot se pastaj Kuptohet. e nxjerrin. Po ata që janë rreth e rrotull dhe janë tiranësa din kush është Beni me shumë. Ato që kanë qef Koranin e din. Ben ishte shumë simpatik. Shumë personalitet shumë. Po më përmend alkooli një shpar. Si Mirë, si. ishte. Si nisi historia jote? Si kalonit netët në rini, çfarë alkoole kishte atëherë në Shqipëri? Se kam përshtypjen nga një gjatë kufizuara. Në atë kohë, jo. Në atë kohë kishte, ne pinim në atë kohë kishte Fernet. Domethënë te Pallati i Kulturës kishte Fernet me të cilën gotën e cilës ato e fustin në sheqer. Në sheqer, po ishte gjithmonë me sheqer në kafe. Ndërsa te Volga kishte ponç. Këto ishin pijet që pinim ne. Pra, Fernet edhe ponç. Përveç rakis besoj që ishte rakin e pinim kur uleshim në restoran. Unë nuk pi raki, unë pi verë. Më thonë, në atë kohë pinim ato verë që ishte në Shqipëri. Ponçi portokall, banane? Portokall. Ponç portokalli është. Po, banane ka pasur? Banane nuk i njihnim ne, ishim revizioniste. Do të jenë gjëra të reja. Megjithëse? Po tallen tash. Jo për zotin s'po tallen. Ai dini ju ato Jemi të rinë, nuk i dim këto. Po ai dini ju për shembull që kur vinte njëri nga shteti, e kupton? I sillte kështu Coca-Cola. Nëse ato ke pas. Di, okay, Coca-Cola, okay. Po prit, vazhdime, se mirë, pinte njëri edhe pinte gjithë familja nga i glëng. Po. Ose kushërin që vinin, pinin nga i glëng. Unë më ishte që ajo Coca-Cola, vjesh në bufe. Po e di, po. Po këtë të bananës nuk e di. Që s'kishte banana, s'kishte banana. Nga do vinin? Po mirë banana. Po import apo? Ç'a importi më dha? Me tragetën, nga vini, nga Ekuadori. Kishte tragetë atë. Si s'kishte tragetë? Kishte tragedi parë ka ardhur në Shqipërinë 89-ën. Dhe në 89-ën shkojshin gjithë njerëzit me e pa tragedin. Shkojshin në ekskursion. Si shkojnë tash që do uja? Një sekondë, po mirë, nuk vinin atëherë ushqime nga jashtë sado pak ose produkte të rralla, ku di me çaj sillnin, ku di. E para herë sillnin me kamiona. Ishin ca kamiona që shkuan në Albania. Okej. Edhe Albania shqiptarët e dinin që është firmë. Edhe thoshin për shembull që vinin kamiona kështu hungaro kamion ose e thoshin, kampanjë Albania jashme. Sa të izoluar. Po jo këtë se dia këtë që s'kishte banane. Më kur ka hyrë banane? S'kishte banane, po shakati tash. Po nuk e di pra. Po jem vetëm si mund të kishte banane, burrë, banana ishte revizioniste. Banane ka. Si mund të jetë një frut revizionist, nuk e kuptoj. Po mund të jetë, po mund të jetë një frut. Një frut hajt ose hajt, po si mund të jetë revizionist. Po më ti kur ka hyrë banania për herë. Kur ka hyrë banania këtu? 89-90. Jo. Po çfarë thua? Edhe atëherë bile sa të rrosh do mësosh i thon kësaj. Po çfarë thua më burrë, dhe po që nuk i dinin dhe e manin nga ja banana dhe bëhesh e zeza. Po se kishte ble 300 lekë burrë, 30 lekë. Po çfarë? Ky është, domethënë shoqëria, dhe kjo Shqipëria nuk ka qenë ka qenë e çmendur. Këtu ka pas gjëra që njeriu. Po për shembull, ja të pyes unë atë mend. Në rinin tënde, në ato vitet e adoleshencës, goca si ngacmonin. Çka ke bën mirë? Na e tregon një kështu, një mënyrë tipike. Historia është batuta është më e bukur. Batuta ishte e kapakte. Më dhe kapa këte, kalon në rrugë, dhe thoshin dhe gose ka mundë si 1 minutë. Edhe kjo është me kap në rrugë. Kap në rrugë dhe i shprejet i dashurin. Me ishin ca kaseta që i kishim me. Edhe, në qofë se e thoshe po, ti thoshe shokve e regullova këte. është vjola se s'ma thua do të zi. Jo, ishte vërtet kështu. Jo, vërtet. Batuta ishte kjo. Ajo ishte tjetër gjë, pastaj ajo ishte mos shko këtë dërga jo. Nuk është seksual, jo, më është. Okay. Jo, është vërtet kështu. Në qoftë se e thoshte po për shembull,
Ti thoshe, e kam rregullu këtë. Okej. Ti rregullosh në njonën. Edhe batuta ishte, ama kjo e kam rregullu atë. Po dhe e ka rregullu kjo. Ose po atë e ka ky. Çfarë do të çmend? Po unë jam kurioze për atë monologun që i bëja, që thoshte ajo e rregullove. A ishte kështu më ishin kryesisht ishi batuta librash. Po ishin batuta librash më që i kishim ne kështu. Unë për të vdes ose ku di unë. Po kur thoshin nga këto batuta që i çoshim me lehtë për shkakun që fryu era nga përjashtë tundit ndër me kortolinët ka qenë vend i çmendur, vërtet. Po bukur ishte kështu me këta njerëzit që donin të shiteshin ndryshe nga çishin, Ka bjerë regjisorit në shkollave të mesme atëherë dhe vishin këta çunat kështu që deshin me rregullu në njonën. Siç ishte batuta. Edhe kishin qenë në një dhe si të bëjnë, vindaj për shembull dhe shitesh regjisor. Edhe i thoshe çfarë të them, thoshe unë 3 gjëra. Kujdes kantilenën, kujdes këtë. Edhe shkon ai edhe i ngatrove fjalët. Se nuk futemi dot në thellë, domethënë se njerëzit. Po ka qenë Tirana ka qenë. Po Tirana ka qenë e hapur, do bësh dashuri ke liçenit. Kryesisht është po. Jo ka higjienin që i themi ne. Jo. Jo ka higjienin, po përgjithsisht e liçen. Se kemi pyetur Jo. Kemi pyetur edhe një Tiranë tjetër, po s'na ka fol për atë gjë. Ja, se unë jam njëri edukuar, nuk ka lezet se më rëmë me filme. Ne themi atë, jo ka higjienin nuk ko. Po interesante, goxha e qyteti hapur për ato kohë. Padyshim. Ndaj ka mbetur problem të liçenit. Domethënë te liçeni ishte gjithmonë. Ke liçeni ishte shumë e bukur. Te liçeni ti shkëmbeheshe gjithmonë me çifte të tjera, të cilat në Tiranë ishin në darë. Ishte në njëra për shkakun që Prakti nga pjesa e ty të pëlqen rrugëve edhe tjera. rruga është shumë krenare, vetë ti nuk e afrohesh dot. Pa pritur, shifshet nesër te liçeni. Dhe kishte shumë nga këto që ne e dinin. Njëri që ky është me këtë, ajo është me këtë. Po Tirana vërtet që duke qenë qytet i madh, qytet me shumë student. Shumë student, Tirana kishte teatr, kishte 2-3 teatra që ishte bërë dhe tjerë. Teatr kishte 13 kinema, kishte opera, kishte estradë, kishte biblioteka. Në çdo lagje kishte biblioteka kombëtare, ishte futi nuk gjeje vend. Domethënë edhe për të marrë libra, edhe për të lexuar. Tirana ishte qytet gjithmonë në lëvizje. Edhe Kishte jetë. Tirana kishte shumë jetë. Ju kemi të shkujtoni. Nëse doni ne të them, jemi shumë të vakët në gjërat që mund të kujtojmë. Nëse doni t'ju them të vërtetën, ne kemi vërtet shumë gjëra për të kujtuar. Unë kam kujtime shumë mira, siç kemi edhe mangësira shumë mëdha që ju sot i keni, nuk diskutohet. Po unë besoj që brenda varfërisë që kishte, brenda rrezikut, brenda censurës, brenda ndalimit policor, çdo gjë që ne bënim dhe ishte e ndaluar, t'jepte një kënaqësi disa fish më të madhe. Duket se ashtu është gjithmonë, gjërat e ndaluara shihen më shumë. Padyshim. Ndërsa tani duket sikur kemi një tepri lirie me të cilën s'dim çfarë të bëjmë. Na morën nga gjëra. Jo vetëm aq. Po e kemi kthyer në një lëndë me herë të keqe edhe e hedhim njëri tjetrin në fytyrë. Kjo është Fatkeqësisht. Ta abuzosh me lirin. Ky është një problem. Me sa duket ne ishim pa përgatitur për lirin. Kam xhiruar përpara disa vitesh një film dokumentar që quhet Pavarësia apo identitet, dhe në atë kohë shtroja pyetjen, do të flasim për vitin 2002, jo se unë jam një vizionar kështu po. Shtroja pyetjen nëse raportet që kemi ne me lirinë dhe me pavarësinë. Okej, këtu u shpall i ndaluar asërtën. Pyetja ishte e morëm ne pavarësinë apo nuk e morëm? Nëse e morëm, e meritonim apo se meritonim? Nëse e morëm, ditëm ta përdorim atë? A mund të flasim sot për pavarësi apo mos duhet folur për identitet? Të gjitha këto pyetje ne i kemi pa përgjigje. Ne nuk e kemi përpunuar historinë tonë. Ne nuk kemi përpunuar problemet. Tek ne brenda vetes flen energji urrëtit pa tretura. Ne bërtasim nga xhami i maqinës pas edhe unë. Ne jemi gati të rrihemi me çdo njeri që na zë rrugën. Ne
vritemi për parkingun. Absurde, totalisht absurde. Ja, këto janë trauma. Energjitë janë trauma, janë energji. Që ti nuk vritesh realisht thjesht për parkingun, po ke një traumë, një frustrim të madh brenda vetes. Je frustruar Përpara 2 ditës, është situatë shumë e freskët. Duke hyrë në lagje, isha me ato shoqet e mia po ecnim. Ishte bërë pak trafik aty, se me sa duket orari pas ditës. I shkreti kishte ndaluar me blokazh 1 minutë. Nuk s'kishte as 1 minutë. Do futej në lagje tjetri. I doli e vrau. Hape rrugën, kam 1 orë që pres këtu tani. 1 orë, nuk e se famni që ke vetëm 1 minutë. Po nuk është e nevojshme që të bërtasim kaq shumë dhe realisht pyes veten nga na vjen gjithë kjo energjitë e patretura të urrëties që kemi pasur. Edhe ato janë të trashëgueshme. Ne, domethënë, ne rrahim fëmijët. A ju kujtojnë këta të hujt, ata ju kujtojnë refugjatët tanë që sjellin, vinë turista vetëm me rraf kalamajt këtu? Po. Se atje ja marrin kalamajt. Vinë verë me rraf kalamajt. Sa të vemi deri në Shqipëri, tregoj unë, duro. Tregoj unë sa të mirë. Ne stresat e marginalizuar, ne njerëzit me ngjyrë. Domethënë ne jemi në vetvete kështu nacionalist. Edhe po edhe kam përshtypjen që edhe këtë se kuptojmë tamam. Edhe këtë se kuptojmë tamam. Jo, nuk jemi në fakt nacionalist nuk është fraza e patriot. Turbo folklorist. Patriot nuk e njohim, patriotizmin nuk e njohim ne. A doni t'ju them cilët janë patriot? Kush janë patriot? Nëse më jepni ca minuta ju. Patjetër, sa duhesh. Në vitet që punoja gazetar në Gjermani, erdhi një nga miqtë e mi, sot nga më të njohurit në Shqipëri. Edhe për ne disa ditë. Dhe unë këta miqtë e mi që ishin, unë i quajt Republikës Letrave, siç thot Poradezi, i çoja natyrisht nuk i çoja nëpër dyqane me ble, po i çoja nëpër muze, libraria, teatr. Afër meje aty ku jetoja ishte shtëpia e Schillerit në Marbach të Gjermanisë. Edhe biblioteka kombëtare e Gjermanisë, po është një qytet i vogël, disi si Gjirokastra ose si Berati me ca rrugë kështu. Dhe diku kishim qenë, me sa duket ishim vonuar pak dhe nuk arritëm në orën 6 mëngjes dhe arritëm, si më thonë, gjysmë ore përpara ose 3/4 ore përpara. Aty ai qyteti është shumë i vogël, nuk ka parkim. Dhe unë shumë i gëzuar gjej një vend parkimi bosh. Edhe shumë i gëzuar, futem, parkoj makinën, edhe dalim. Hapet një dritare lartë, del njëri dhe na shef ne. Unë përgjithsisht kam qejf të rri kështu. Unë rrin çik si koçi, thonë këtu në Shqipëri. Unë kështu visha me kollare aty. Edhe ishte njëri i veshur me kollare, me pallto, me kështu, edhe një tjetër po ashtu. Dhe fillon ai të bërtas, mirë po duke pika e tij ishte e tillë që ai nuk i shifte targat e makinës që ishin të njëjtët zonë. Makina ishte relativisht e mirë. Dhe fillon me një gjermanishte që unë me zi e kuptova, edhe pak e dija gjuhën, ishte një dialekt, ato zhvabët e kanë të tmerrshme edhe sot se do. Dhe di vetëm edhe hiqe makinën tha se thira policin. Shoqë policaj, flasin ato kështu. Dhe unë e kuptova fjalën e saj. Dhe i them, "Okej, në rregull." Më shorim. Edhe kthehem. Kur kthehem për të hapur makinën, ai me sa duket e mendoi. Njohë aksentin tim. Dhe më thot, "Ku po shkoni?" I thash unë, "Te shtëpia e Schillerit." Lëre makinën këtu. Dytë huaj kishin ardhur të vizitonin Schillerin, me të cilit ai identifikohej. Ai që të thriste policin, kur pa që ne do shikonin shtëpinë e Schillerit, që ishte krenania e tij si gjerman, ta lëre këtu makinë. Ky është patriotizëm. Është vogël, s'ka nevojë se nuk bëhet me kështu patriotizëm. E vogël, po ky tregon patriotizëm. Qofse i paguan taksat, ose i derdh plera. Se këtë shenjën kemi filluar ta patriotizmi abuzojmë. Inflacioni i madh. Po se ne jemi patriot Facebooku. E vërtet po. Turbo folklorist. Turbo. Kështu që Unë them flasim për Dean tani. Jemi vetëm pak ditë përpara nisjes së Dea International Film Festival, apo jo? po, Dea po. Në
edicionin e 13. Në edicionin e 13. Kaq shumë vite. Si? Pa jam më kështu me shumë dashuri për filmin, jo vetëm nga unë. Unë kam një staf të vogël që punon me mua, të gjithë punojnë for free, siç e thonë këta jashtme tash, të gjithë punojnë pa honorar. Falni. Mundohemi të gjejmë financime her pas here, domethënë për të mbuluar këto gjërat më utilitare që kemi, shpenzimet huaja etj. Kemi shumë vite që e bëjmë. Ka nisur nga unë për të identifikuar me diçka, se në atë kohë bëhet atë film thash me festival, pastaj mua më bashkua natyrisht do të bashkëshortja ime. Mirela, pastaj më vonë Ajola, një gocë unë kam pasur studente, tash e kam asistente dhe kolege shumë të mirë. Pastaj u afruan Genci tjetër. Ne jemi një grup që punojmë që bëjmë këtë festivalin, e bëjmë me shumë dëshirë. Kemi arritur në 13-ën, në çdo vit, domethënë 2 ditë përpara, domethënë nuk e bëj më se çmenda se. Është lodhje e madhe kam përshtypjen, sidomos përgatitje. Është lodhje shumë e madhe, në Sarandë ishte më e lodhshme. Është lodhje shumë e madhe sepse ne nuk kemi infrastruktura dhe nuk kemi infrastruktura, nuk kemi edhe njerëz, pra nuk kemi edhe para, më thon drejtën, por nuk ka asgjë për të ankuar, mos keq kuptohemi. Njeriu nëse ankohet duhet ta lërë. Jo, ne bëjmë atë shumë. Gjithë po e lodhshme është, më drejtën, sepse ka dhe një problem. Ne e bëjmë atë, ai ka nisur open air dhe unë desha ta vazhdoja open air, se mund hyjmë në një salë. Shumë. Besoj, unë shpresoj që e keni parë, ne e kurojmë atë në mënyrën më të mirë që mund të jetë e mundshme. Shpresoj që ju të keni ndaj foto dhe ta hidhni. Ne e kurojmë atë, domethënë i vendosim karriket e munguara amfiteatrit të akademisë. Vendosim kurrikë, kemi bërë klëfe, shtrojmë tapetet kuqe, kemi një ekran që ka ardhur nga Gjermania që është nga më të mirët, domethënë gjithçka çka ka festivali ne ndërtojmë. Nuk është aty. Kjo është pak e lodhshme. Do të zhvillohet pra tek amfiteatri i akademisë. Si çdo vit zhvillohet akademia në amfiteatrin e akademisë. Është 5 ditë, 6 ditë, domethënë 1 deri me 5. Pra nga 1 qershor deri në 5 qershor. Sa filma? Deri në 5 qershor. Janë 7 filma të gjatë, janë rreth 42 filma të shkurtër, nëse nuk gaboj, apo 37-42 filma të shkurtër, edhe studentor. Pjesa e saj është Akademia Dea, të cilën ne e bëjmë prej shumë vitesh, që është e takimi i Akademisë të filmave, domethënë të filmit, Akademia e Prishtinës, Akademia e Tiranës, shpresoj se kemi një gjë të vogël me të Shkupi, dhe takojnë dhe prezantojnë ofertat e tyre akademike, filmat, diskutojnë me njëri tjetrin, krijojnë networkun. Bukur. Unë besoj që kjo është një nga vlerat e Deas. Produksionet janë jo vetëm shqiptare apo jo? Edhe kur them shqiptare kanë fjalën edhe për shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës. E vërteta është që nuk ka shumë produkte shqiptare, siç e dini shqiptarët punojnë për Oscarin, kështu që nuk para. Por unë uroj që ta ka produksione shumë. Cilat janë kriteret mbi cilat zgjidhen filmat që Kriteret janë profesional, natyrisht duhet ta pranoj që ka dhe një lloj gjeopolitike, gjë që sigurisht jam i detyruar, kam marrë vende nga vendet e rajonit, kam marrë edhe një herë film që nuk ishte në nivelin më të mirë. E vërteta është që ka dy pjesë ecuria. Në vitet e para, unë i zgjidhja të gjithë filmat në udhëtimet që bëja në festivalet nga këshillat e miqve. Edhe kishim sipas këtyre specialistëve të madh programin më të mirë të rajonit. Pastaj duke qenë vetë kineast, ti e kupton që e gjitha kjo nuk është shumë fair, sepse kishte shumë filma që aplikonin për të marrë pjesë, dhe ti në një farë mënyrë a priori i përjashtoje sepse merre filma të tjerë. Po. Kjo nuk ishte fair, gjë që unë duhet ta pranoj. Edhe që për asaj kohë ne kemi një ndarje, pothuajse 50-50, edhe shumë më shumë, që marrim një pjesë të filmave që aplikojnë, edhe nëse nuk janë në nivelin top të kinemas europiane, por ata janë filma të pranuar, dhe natyrisht zgjedhim edhe disa filma të tjerë që unë i marr në festivale ose i propozojnë miqt, kolegët
do të thonë tan huaj, që janë të filmat shumë të mirë të Europës. Do të përgjithsisht ato janë çmime europiane, kanë kandidat për Nobel, besoj që për Nobel, për Oscar. Kemi pasur janë çmime në Berlinale, në Venecia, në Cannes. Kemi pasur filma shumë të mirë dhe kemi filma shumë të mirë, edhe si vjet po ashtu kemi një program shumë të mirë të filmit të gjatë dhe akoma më të mirë besoj kemi filmin e shkurtër dhe filmin studentor. Është për të çuditur se sa mirë janë filmat e huaj dhe filmat studentor. Janë jashtëzakonisht të mirë. Për fat nuk kemi nga tanët, duket kemi një vaj që ka, po studentët që studiojnë në film kryesisht në Rusi, në Spanjë, në Amerikë, Francë, Gjermani, Iran, të jashtëzakonshëm filmit e Iranit. Irani ka kinema. Të jashtëzakonshëm. Ka kinema të mirë. Të jashtëzakonshëm filmat e tyre. Kështu që ne kemi një program shumë të mirë filma dhe unë do të isha shumë i gëzuar nëse rinia njerëzit e shijojnë. Nuk besoj se ka gjë më të mirë në mbrëmjet e Tiranës se sa të shohësh filma open air. Tirana është kështu e freskët. Vetëm të përdorësh ato të mushkonjave. Jo, aty te ne nuk e kemi, domethënë ne do ishim kujdesur për këto, po jo nuk ka. Aty te ne nuk e di se për çfarë. Ne kemi edhe presidencën, mos ka lidhje me të jo. Ose se ka asnjëri gjakun e ëmbël. Shikoni, mua më ka ndodhur një herë në fakt para 13-14 vitesh, më pickoi një mushkoj ngordhi. Dhe që atëherë nuk më pickojnë më për tjerët. Ajo ka qenë ultimatumi, prova e fundit. Për tjerët nuk e di se ç'bën. E më bëj për batuta këto të mushkonjave, po ne falenderojmë shumë që ishen Kinotek Sole dhe urojmë që ta kesh shijuar podcastin, po kaq sa ne. Unë ju falenderoj, e kam shijuar vërtet. Nuk e di sa ju, po pak më shumë se ju besoj që kam. Unë nuk parashkoj shpesh, po sot ishin edhe ne unë paktën, po besoj edhe Viola, jo edhe me shijuam, po edhe mësuam gjëra. Mësova bananen, mësova për filmat, për kineman. Po unë shpresoj që ne t'ju përshëndesim në kinema. Me kënaqësi. Ajo do ishte gjëja më e mirë. Mirë, miq të Kinotekës, faleminderit që na ndoqët, na ndiqni në rrjetet tona sociale, në YouTube, në Instagram, në Spotify dhe siç ma themi shpeshherë, nëse na shihni në rrugët e Tiranës, mos harroni na përshëndesni. Deri të mërkurën e ardhshme, kalofshi sa më bukur. Mirupafshim. Kinotekën Sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri.